Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, falenderojmë Allahun, salavatet I dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vazhdojmë me komentimin e shkurtër të surës An-Nisa, e cila ka të bëjë me drejtat e njerëzve në mesin e tyre. Një pjesë e madhe nga kjo sure, Allahu subhanahu wa taala flet për të drejtat e gruas, për dispozitat rreth saj, dhe mu për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur këtë sure Suretun Nisa, surja e gruas, e zbritur në Medinë, 176 ajete kuranore. Gruaja në kohën e xahilietit, në kohën e ignorancës, para islamit, tek arabët, edhe tek popujt e ndryshëm, femra ka qenë si objekt, e cila është shit nderi I saj, morali I saj, është shit tek tjerët, ju është bë zullum dhe ju është bë pa drejt. Nëse I ka vdek buri, e kanë voros për së gjallin me burin e saj. Ju ka marrë trashëgimia e lënë për burit, apo nuk ju është dhënë trashëgimi. Nëse I ka vdek buri, e ka martuar kunati, nuk ju ka dhënë e drejta martesës, por ka mbet në atë shtëpi. Apo kunati e ka martu për dikon tjetër për t'ia shit nderin dhe moralin. Saqë tek disa popujt, gruaja ka qenë si shejtan. Por, kur ka ardhur dini I Allahut, kjo fe madhështore, femrës ja ka dhënë të drejtat, e ka mbrojt, e ka nderu edhe e ka ngrit në pozitat e larta. Allahu subhanahu wa taala thot në ajetin 19, mu në këtë sure, Suretun Nisa. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ja eyyuhalladhina amanu, la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Mos I pengoni gratë përdunisht ti merrni trashëgimin e burrave të tyne, që është pjesë që ju ka dhënë atyre. Në këtë sure, Allahu subhanahu wa taala kuptimin e gjan fol për të drejtat e trashëgimisë. Se si ndahet pasuria, trashëgimia në mesin e familjarëve, djemve, vajzave. Fol për të drejtat shoqërore, familjare, bashkëshortore, se cila është haku I gruas ndaj burrit, e burrit ndaj gruas, dhe kështu të me radhë, ashtu sikur që e potencum edhe tham se një pjesë e madhe prej ajeteve, Allahu subhanahu wa taala flet për të drejtat e gruas në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë, nuk ka ardhur Islami për t'i bë zullum dhe për t'i bërë pa drejt femrës, por ka ardhur ky dini I Allahut xhelleshanu xhelalu për ta nderu dhe për ta ngritur pozitën e femrës apo gruas.